Ish komandanti UÇK Safir Hoxha ka bërë një analizë për Rusinë dhe kërcënimin e saj me armë bërthamore. Ai thotë se publikimi i qëllimshëm i dokumenteve sekrete ku Putini kërkon modernizimin e triadës bërthamore shihet si një kërcënim indirekt, me shumë propagandë sesa gatishmëri për përdorim real. Sipas tij, Rusia përdor kërcënimin bërthamor si mjet friksimi, ndërsa Perëndimi përgjigjet me përmbajtje strategjike dhe masa mbrojtëse. Tutja i thotë se përdorimi i armëve bërthamore mbetet shumë i pamundur për shkak të pasojave katastrofike politike dhe ushtarake për vetë Moskën, derisa thekson se rreziku për rajonin është më shumë se destabilizimi i nxitur përmes Serbisë sesa për ndonjë sulm bërthamor i drejtë për drejtë. Shqipëria dhe Kosova janë në nombrë mbrojtëse të NATO-s dhe të SBA-s. Rrjedhja apo publikimi i qëllimshëm i dokumenteve sekrete ku presidenti rus Putin i kërkon modernizimin e armëve bërthamore nga gjeneralët rus, unë e konsideroj të qëllimshëm si kërcënim indirekt i Putinit. Kërcënimi i Rusisë me armë bërthamore është real, por kompleks. Ai përfshin më shumë elemente të strategjisë, të friksimit dhe presionit politik, sesa një gatishmëri të menjëhershme për përdorim real të armëve bërthamore. Ushtarake ruse ku përfshihet përdorimi i armëve bërthamore, taktike në doktrinën e saj ushtarake për situatat kur vetë ekzistenca e shtetit është në rrezik. Në 2020, Kremli publikoi një dokument që detajon kushtet për përdorimin e armëve bërthamore, duke përfshirë dhe reagimin ndaj një sulmi me armë konvencionale që rrezikon stabilitetin strategjik të shtetit. Kërkesa e Putinit për modernizimin e arsenalit bërthamor të 3 komponentëve të triadës bërthamore, raketat togësore, bombardues strategjik dhe nëndece bërthamore, më shumë si propagandë se sa do t'i përdorte ushtarakisht atë arsenal.